Po e ndihja me shumë vëmendje debatin. Po? Përshëndes të gjithë panelin. Besoj që është shumë e rëndësishme dhe drejt e komunikoj zotit Nerandi që lufta kundër informalitetit në rast parë ndihmon bizneset e rregullta. Dhe ne prandaj po e bëjmë këtë luftë. Dhe mira do ishte që të përkrahej nga i gjithë biznesi i rregullt lufta kundër informalitetit. Besoj që ne nuk kemi ndetur 2 vite, ne kemi bërë shumë reforma në administratën tatimore, siç kemi bërë reformën për sistemin tatimor, kemi pastruar atë sistemin tatimor që deri në fund të vitit 2014 u pastruan 40.000 subjekte të cilët gjobiteshin dhe pse ishin pasiv mbi 3 vite. Kemi rritur me 45.000 numrin e bizneseve deri në qershor të vitit 2015. Sot në statistikën e fundit administratës tatimore ku zoti Sheu besoj e kupton shumë mirë numrin të regjistruar në ESIG 27 janë 633.000 punonjës të deklaruar në administratën tatimore. Punësuar në sakt. Kështu që kjo luftë ne nuk e nisëm sot në asgjë, ne krijuam një bazë. Tani dhe fryt, mund të zbatohet. Dhe ishte momenti i duhur për të filluar një aksion të tillë. Sigurisht inspektorët fillimisht ishin në terren, e më pas janë tërhequr në zyra, më shumë se gjysma e tyre. Jemi në luftë. Për mua ky aksion, quajeni luftë, quajeni aksion, quajeni formalizim, për mua Skaloni i parë dhe i dytë. Urdhë? Skaloni i parë dhe i dytë, tash një skalon është tërhequr për të marrë veten, tjetri përgatitet për sulm. Jo, nuk është ashtu, zoti Sheu, sepse ju keni eksperiencë. Punoni në zyra, krijoni sisteme, mos u merrni me shkop në dorë, si jeni policë. Të lutem, mos flisni ju për gjobvënie, se ishte kjo administratë që uli gjobat për biznesin e vogël, në fillim me ndryshimet ligjore që u bën për vitin 2014. Mos flisni ju për gjobvënie që vini gjoba dhe nuk dini se kujt ja vini gjobat dhe nuk i quat një letër biznesit që i vini gjobat. Sepse administratat e huaja dhe administratat që janë në vendet europiane, ne shohim që nga sistemi zoti Sheu, kur një nik nuk është pajisur me kas, dhe nuk kemi nevojë as të vemi, por sot administratat tatimore shkon në derë të biznesit për të monitoruar pikërisht atë lëshimin e kuponit tatimor dhe për të bërë pikërisht atë vlerësimin e biznesit mbas të xhiros që ajo bën. Ju lutem zoti Sheu, mos abuzoni për arsye politike, nuk është e nevojshme. Ndoshta ne sigurisht nuk jemi perfekt, kritika për administratën ka, ne mundohemi të bëjmë më të mirën gjithmonë, mundohemi të reformojmë dhe burimet tona njerëzore, mundohemi të ndjekim çdo denoncim të mundshëm, por që të flisni ju zoti Sheu, se po shikoj dhe panelin, por rimbursimin e TVSH-s, që nuk e merrnin dot post pagonin taksën e taksidarit, ndërkohë që të ftoj nesër në zyrën time të shohim statistikat njip për njip të kërkesave dhe të rimbursimeve që janë bërë. Po ju ftoj personalisht dhe publikisht. Nesër në zyrën time ju ftoj të vini, të shikoni listat e rimbursimeve dhe kush janë subjekte që nuk e kanë marrë sot sigurimin nga të rimbursimin, kush janë subjekte që nuk e kanë marrë. Sepse mund të jenë disa subjekte thjesht debitore për sigurimin shoqërore. Se drejtori i përgjithshëm sot zoti Sheu i ndjek të gjitha statistikat dhe nesër i ndjekim bashkë në zyrën time. Kështu që rimbursimi i TVSH-s që ishte problemi kryesor, tashmë nuk është më problem për biznesin dhe biznesi sot komunikon drejt për drejt me drejtorin e përgjithshëm që ishte tabu e madhe dhe i kërkon llogari dhe për 2 ditë vonesë. Ajo struktura që thoni ju zoti Sheu, që është ngritur në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, është bërë pikërisht për të monitoruar dhe 1 ditë të vetë me vonesë të inspektorëve apo të drejtorive rajonale. Kështu që mos abuzoni për konsum politik, se është shumë e thjeshtë që ne të flasim gjithë për konsum politik, por kur jeni në një debat të tillë, në debat që është larg politikës dhe është profesional, të lutem shumë të flasim me shifra dhe të flisim me shifra. Sepse kjo është administrata që po mbledh edhe të atë TVSH-n që në ato nivele që keni patur ju dhe kemi arritur në nivele të pagueshme TVSH-s 3.7 miliard, që as e mendonin ndonjëherë,
me efekte negative, si sigurimeve shoqërore që ishin efekt negativ për ne ndryshime paketën fiskale që u bë e shumë facilitetet të tjera që kanë sot bizneset, edhe biznesi pason, që nuk paguan për makinerin dogan, dhe kostot të tjera, si që është rafiskani, e shumë të tjera që po i mbajnë ato kostot tuaja, po i mbajnë buxheti shtetit sot, dhe do jetë buxheti shtetit që do i subvencionoj biznesin. Që të lutem, qëndroni të pjesa teknikës do ishte shumë mirë, unë ju respektoj personalisht, të lutem, mos e bëni për konsum politik. Qëndroni në nivele profesionale do ishte shumë e mirë që shqiptarët ta kuptojnë njëre mirë, që ky aksion, formalizim e gjithçka ta quajmë, si doni ta quajmë, bëhet vetëm për të mirën e këtij populli dhe nuk bëhet për të mirën e politikës dhe as për tjetër. Ka një pyetje zotin Eranzi. Po patjetër. E para njerë që publikisht neve nuk u akuzuam për punë dobët. Unë personalisht lutem, unë për administratën të tuaj, ato që kam i them dhe flasë në emër dhe të kryetarit i një shoqate, ajo që unë u paragjykova është, kush u ndaloi juve, punonjësit tatimor, pa bërë shumë show, shumë publik, format, këto që thamë format radikale në format tilla, të egra, kush u ndaloi punonjësit tuaj të shkonte dyqan pakice, apo në gjithë rrugën Myslimshyrit dhe të thoshte shitësave, pajisun i me niptin dhe me kasën. Kush e ndalonte punonjësit tatimor, në një javë rresht po themun që do ishin pajisur. Pa marrë vesh ndërkombëtarët, që unë falë takimeve që bëj me ta dhe punës që kam, di gjithë opinionin e tyre, di shumë mirë që shumë biznesmen nuk kanë ardhur nga vende shumë zhvilluara të Evropës, të paktën këto 2-3 muaj janë trembur shumë. Pikërisht kjo është në rryre ime. Nuk thot njeri që nuk punoni, biles ne me zi pritëm që të vinin pushtet. Lutem, zotin Eranzi, me gjithë respekt, ju po më thoni që biznesmenët e huaj nuk vinë në Shqipëri sepse po bëjnë një luftë kundër informalitetit apo një aksion, sepse po vihet zbatimi i ligjit, po vihet rende ligjit të vend dhe një biznesmen i huaj nuk vjen pikërisht për të gjë. Drejtoresh, ligjet kanë qenë. Atëre përse dy standarde në këto 2 vjet që keni marrë pushtetin me bizneset? Nuk ka standarde, zotin Eranzi. Se të tjerë kanë paguar më tepër takse, sa të tjerë kanë punuar në zezë? Ku ka marrë detyrën, kemi bërë shumë ndryshime. Zotin Eranzi, kemi bërë formalizim të tregut punës, ma e ta kishim mundësi. Ne nuk ishim të vetëm në këtë, se do të kuptoni një gjë, administrata drejtoria rajonale e Tiranës, zotin Eranzi, ka gjithsej 253 punonjës. Nga këta punonjës vetëm 70 janë inspektor terrenit dhe mbi 40% e tyre janë pushuar për mosbërje të punës. Inspektorët për herë të parë kishin ndarje zonale me hartë, të ndarë me urdhër pune dhe me urdhra pune ditor, dhe inspektorët kanë shkuar dhe për ndjekje penale për mosbatimin e detyrës së tyre. Zotin Eranzi, atë që nuk u bë për 23 vjet, më besoni, nuk mund ta bëni për 1 vit e gjysmë, por ama ju të në diçka tjetër. Siç u gjet sistemi fiskal, i kasa fiskale për karburantet, që e gjeta me 700 kasa për karburantet dhe janë 2800, po jo tani, se nuk ishte pjesë aksioni, po ju mbyll në mars. Siç kemi pasur rritje 100% rritje të numrit kasave fiskale. Ka kosto të madhe. Nuk jam tu për të bërë politikë, drejtoresh, ka kosto të madhe, ka rënë fuqia blerëse, po falimentojnë kompani dhe në datën 1 janar do të flasim bashkë dhe do të shikoj se sa kompani do dalin nga tregu. Ka rënë fuqia blerëse. Të drejtën, ju flisëm me ndërkombëtarët, unë kam feedbacku nga ndërkombëtarët sepse kam raporte ku kam vlerësuar maksimalisht punën e drejtorisë përgjithshme, në kam një tëmet ndoshta unë personalisht dhe ka vuajtur të tmetën time e të administratës tatimore, unë nuk jam njeri as politik, as njeri që bëj show publik, se po të ishte për show, zotin Eranzi, më beso, unë për ditë gazetat do të flisnin për punën, për procedimet penale që çojmë ne, për ato bizneset e mëdha dhe për gjithë evazionin që është gjetur. Unë kam bërë kurrë dhe s'kam për ta bërë. Faleminderit zonja Shejaj për të ndërhyrjen e emisionit. Faleminderit juve.